fillimisht charti i dollarit në po fillojmë prej monthly time frame. Këtu e kemi një të ardhësu me EU-n, që kena me po shpejt, që nuk është bo, okay? Në EU nuk është bo, këtu është bo. Nëse shkojna anën e poshtme në monthly, që tu e kemi qëtë monthly fair value gap, okay? Kjo është diçka që pretendoj në vijim mundet më mbyll. Në weekly time frame nëse shkojmë, po ashtu që tu e kemi një të ardhësu për edhe SMT $8, okay? $8 kemi të ardhësu për SMT, ku kjo, këtë haj, dollari e ka marrë, EU nuk e ka marrë. Këtu e kemi procesin që na kena mësu shumë shpejt, disa për juve e din, disa për juve jo, që në moment që na ka dhonë këtë konfirmim, këtu na është po një dorëzim i çmimit në njënën anë që market makers në bazë aspektit teknikal janë duke na tregu çfarë do të bëjmë. Masnej në këtë nivel këtu e shohim që e kemi këtë breaker block, okay? Dhe order block në të njëjtin nivel. Pra kjo pjesë e çmimit këtu është super e fuqishme, okay? Çfarë pretendoj nëse shkojmë në daily time frame, shikoni qysh çmimi sa ngadalë është duke shku lart. Dhe këtu po ta shohim për më qartë edhe në RUSD është një këtu është një daily candle, total sub candle dhe pritet pjesa distribution, po shihet që CRT-ja që ka qenë është kompletu, çdo entry është exit edhe çdo exit është entry, prandaj targetojmë pjesën më të fundit këtu, do me thonë përsa e përket dollarit dhe pretendoj që FOMC-ja do të vazhdoj në anën e poshtme. Në dollar. Okay? Në dollar. Në dollar do të vazhdoj në anën e poshtme, do me thonë për dollarin do të jetë bearish. Pse? Për çfarë arsye? Këtu e kemi pas të super SMT në daily time frame, këtu e kemi do me thonë M reaction në ato që e kemi bo. Këtë pjesë këtu e kemi pas SMT filled që çmimi që shpo duket asnjëherë nuk është atë për me bo filled, okay? Dhe kemi bo displacement në anën e poshtme. Këtu e kemi një pashtu përveç weekly order block dhe breaker block e kemi edhe një daily breaker block këtu dhe çmimi po e shikoni se si me ngadalë, duke mos mund për ta shty çmimin më lart dhe duke e refuzu këtë nivel pas kompletimit të likuiditetit, po ashtu në këtë volume balance, dhe pretendojmë që do t'jetë anën e poshtme. Po ashtu, ky ishte niveli që kur e pom në monthly, ky ishte një monthly fair value gap. Okay? Që pretendojmë që do të bëhet, ato kemi një kombinim të logjikës dhe narratives të asaj që po e bëjmë që në aspektin teknikal po na tregon neve këtu. Monthly time frame, këtu e kemi 3 monthly open, a sheni? Anën e poshtme, manipulim, tani, do me thonë, këto që kena mësu këtë ditë, edhe disa për juve që e dini, pas manipulimit vend pjesa e distribution, dollar ishte i mbyllën për value gapin, ndërsa këtu e kemi pjesën e tupit. Tjetra, nëse shkojmë në weekly time frame, likuiditeti më i afërt është kjo weekly high, po ashtu, këtu ishte ajo që të dyjat njëna me tjetrën janë duke u përshtatë. Okay? Po shihet këto që në weekly kemi SMT dhe këtu kemi pas daily fair value gap, kemi ardhur dhe kemi vazhdu më lart. Pasi që çmimi ka vazhdu më lart, sot ka ardhur në anën e poshtme, ka bërë mitigate këtë weekly order block dhe weekly mitigation block, këtu weekly order block plus mitigation block në këtë pjesë dhe po shihet që në moment që e ka bërë mitigate, e ka taku këtë nivel, çmimi ka refuzu në anën e sipërme. Nëse shkojmë në daily, këtu pra që duket tani më SMT-ja dhe më mirë, këtu më lart e kemi prapë këtë pjesën e mitigation block, që në dollar kishmi breaker, dhe tani po e shohim që këtu është kompletu si CRT-ja, është marrë edhe një herë. Pas kësaj, këtu po duket që në moment që është marrë e marrëtja, ana e poshtme, tani normal pjesa e sipërme në bazë sistemit, po duket me qenë, do me thonë, bullish, apo na konferon edhe logjika edhe aspekti teknik. Po, përveç kësaj, do me thonë janë edhe alternativa tjera që presim që çmimi me arrit. Okay? Të gjitha për tyne. Pra këtu jemi në bullish
price action. Dërsa, nëse shkojmë edhe në GBP/USD, pse këtu më pëlqen edhe më shumë, është pjesa që është mbyll java e kalume, kemi vazhdu më lartë, këtu, do më thonë që ky candle në ARUSD është mbyll deri këtu poshtë, ndërsa në GBP/USD deri në 50%. Edhe në sistemin tonë, që disa për juve e din, disa për juve jo, sistemi 50% currency të madhe. Çfarë kemi këtu? Këtu kemi një relative equal highs, në një imbalancë. Do më thonë, niveli i likuiditetit këtu është shumë i madh dhe pretendojmë që çmimi të shkojë. A do arrijë atë vetëm me FOMC apo do i vynë edhe ditë tjera? Kjo mbetet të shihet, por pra gjithçka po lidhet në aspektin e logjikës, në aspektin teknik. Në atë fundamental, po ashtu probabiliteti që me bo cut rates Fed është 89%. Dhe përveç atyne pritet për me pas 25 deri në 50 bps cut rate të asaj që është momentalisht. Pra gjitha kjo, do me thonë, se çfarë po ndodh, po na tregon neve, po na jep indikim dhe po e rrit probabilitetin për me vazhdu më lart. Ne e kemi bërë, e bëjmë edhe do vazhdojmë me bëjmë kështu njësoj. Për arsye se te kjo lëvizje higher time frame out ju vyn lajme për me shkaktu lëvizje edhe candlesticka të mëdhenj. Okej, kjo është koordinimi perfekt i çmimit edhe kohës. Qysh ka me morë që t'jen altë, va. Pesho më duket, pesho. Kja. Ta shofim. Okej. Nuk është të në dhona e farë diçka të madhe veç që ta shohim apo vazhdojmë me po push. Po. Okej. Shumë mirë. Sheni probabilitetin që është. Normal shkoj ma pak se sa që Ma pak se sa është pri, veç që dash plus e kina 8.5. Kshone. Asë jeni o që arru. Kshone e ujan. Hes me shku të mjeku të optimistika. Që dollari për pak. Me marrë... Po dihet qatë që tek, a? Tjetën, 8.5 është edhe një. Red Po, folder. ajo është. FOMC. Kjo është... Do me thonë, përsa ma e përket- transparencë nuk ka ku shkanë se kja. Pak grupit, a pot krejt qysh bëhet, a po qysh bëhet probabiliteti, a po qysh e kom analizu e kej, që keni me po njëso edhe jo, po kom qef me një për dikujna qa ko me thonë. Feel like it's Jan. Alloj, nuk kam qa më thonë, qatë shmirë edhe qatë që më pëlqej, mënyra që shë more pjesën për me bo analizën e probabilitetit, dhe të sa ke lojmi ke, s'po di helës qa më thonë, qatë që më pëlqen, më gjithë po presë mi mësu edhe veç të, qatë shmirë që më dëkt. Në fjallën... Ata thëm ish një fjallë, nish me një fjallë. Hajde geti, po, unë kom qef pite me një ma shumë pak, po nejse. Masterpiece. Po qa me thonë ma shumë. Edhe për mu nuk është kjo parashikimi pare. Drejteje. Vesh kështu thonë që e për cila krejt analizën, nuk ka koment sa që kështë kësaj punë heq, vesh që tash po mjetë marak, mi ditë këto termet tjera. Allah i bela, pëlqejti që përda të dhe kjo në këto perfekcionimi, dhe më thonë, prej 3 muj, dhe më thonë, pretty monthly, i jetë se deri në 1 minut. Edhe do në gjdo time frame, e ke spiku të brutale, edhe gjdo time frame u kombinoj ke njona me tjetërën. Ma shumë që ka me thonë, u po rezultati, veç që sholla në më të nëzoti edhe neve, që shto, se ma mi ma nuk di. Kjo ke një farë seni brutal, ti e ke përmend edhe më herë, do me thonë djanë live që ka me pos, do me thonë pej gjishit ke thonë që FOMC është bullish, veç sot që ke spjegu, edhe i këmë bëna edhe vetë veç kur për spjegon ti, s'ki që ka full ma shumë,
Si që ka me shtu kërkush, atë që pas kërkush. Okej, sa ti shumë tha mu. Dha leo bëllesh avu kry, dha vullin jam në vahina unë me që Qa më folë, bro, qa të folë ma tepër shumë bot, shtu që mja qitë piken. shumë Ja, fort. gaskoj t'ja qëraj synën. That's fault. Ja. Ja. Mirë, konë mirë, faleminderit shumë. Ta shko punë edhe për TikTok. Ai TikTok e YouTube e sen e ven tash rëm pun kejt, po i myta stafin që po do të me editu për dis. Oj qka na mendojmë, na pretendojmë në bazë të probabilitetit, ashtu qysh është edhe kjo pun, po për sa i përket asaj e vlerësojmë tepër shumë, do zotive që jeni mirë me shëndet, me familje, se për sa i përket kësaj pune, më unë kini këto. Qish është ajo u kallën a krabaj. Qëre këto? Në GBP USD po shihet që është arrit targeti ku e banëm. Në dollar po shihet që është arrit targeti që e banëm ku ishim live bashkë me gjithë grupin. Edhe në Euro USD po shihet që është arrit targeti që e banëm komplet duke e bo analizat një mas tjetrës.